Rruga Gjakov-Prizren është ndër më të frekuentuar në vendin tonë dhe ka vite që është kërkuar zgjerimi kësaj rruge. Bajram Hoti thotë se kjo rrugë është tepër e ngarkuar dhe është dashur të rregullohet e të bëhet me 4 kursi. Rruga Prizren-Gjakov ka nevojë për zgjerim. Autostradë pa kosht shumë emën i madh për neve. Jo si investim që ndoshta nuk mujnë me përballu, po tokat e Bukës i kemi në anën e djathtë të rrugës drejtim Prizrenit. Tash, nëse bëhet autostradë ai me traktor që ka mu kthyen në shtëpi vet. Hoti tha se kjo pjesë që përfshin Ravecin, Gjakovën dhe Prizrenin duhet të bëhet zgjidhje për kalimin e traktorëve që bëjnë punë në tokat bujqësore. 4 kursi e pranueshme, po mundësisht me pas edhe një ndihmëse të aty në kursive për lëvizjen e mjeteve bujqësore. Pa atë projekt, nëse vinjet në jetë edhe vjen diskutim të na, unë kam u konë një që e lypi atë kursi ndihmëse për bashkëfshatarët të bashkëqytetarët e mi për mjetet e bujqësisë. Si kjo rrugë është shumë e ngarkuar, konfirmon edhe ministri në detyrë infrastrukturës Libor Naliu, që tha se projekti për këtë rrugë është drejt përfundimit. Rruga Prizren-Gjakov është ndër rrugët më me rëndësi tash që të fillojmë për zgjerimin e saj, është duke u bërë, duke realizu projekti me të gjitha komunat, pra edhe me komunën e Prizrenit, edhe me komunën e Ravecit, edhe me komunën e Gjakovës, edhe me Deçanin, edhe Pejen e Istogut, i gjithë projekti i zgjerimit rrugës nga Istogut deri në Prizren është në realizim e sipër dhe pjesa më kritike, ndonse edhe me problematike, edhe për punë të shpërndësime, edhe për punë të elementeve tjera teknike është pjesa Gjakov-Prizren, por njëkohësisht edhe pjesa më e rëndësishme që Gjakovën do ta lidh me autostradën Ibrahim Rugova dhe do ta bëj më të qasme në gjitha korridorët që do të lidhen me korridorët që lidhen me gjithë regionin. Ministri Aliu tuti shtoi se pritet që të bëhet konstituimi i qeverisë së re dhe pastaj të bëhet buxhetimi i projektit. Tash, ne jemi në përmbyllje të projektit të urës dhe kjo është, themi, fazën për cilën ne jemi zotuar që tani do ta kryjmë dhe ja kemi kryer. Jemi është në përmbyllje të saj. Çështja e vazhdimit të punimeve mbetet që ministria bashkë me qeverinë të ndajmë buxhetin dhe të shohin se cila do të jetë politika në të ardhmen për realizimin e kësaj rruge. Rruga Gjakov-Prizren është e gjatë rreth 37 kilometra, vazhdimisht ka mungesë të drejtimit publik, ku shumë shpesh ndodhin edhe aksidente automobilistike.